Gjykata kushtetuese në Kosovë ka mbajtur një qëndrim tashmë duke diktuar atë klasës politike. Por çfarë vijon më pas? Do të kemi mundësi që të zgjedhim një president gjatë këtyre ditëve apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Për këtë do të bashkëbisedoj me zotin Ardian Bajraktari. Zoti Bajraktari, përshëndes, faleminderit. Kënaqësi, përshëndetje edhe për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Në gjykimin tënd ka ndryshuar përqasje klasja politike për të gjetur një president të ri. Negociatat janë zhvilluar në klim të mirë, thot Kurti, po pa pasur konsensus në gjetjen e një emri për president. Me vendimin e gjykatës kushtetuese, çfarë ndryshon në gjykimin tënd? Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, në fakt deputetëve ju dha një mundësi shtesë prej 34 ditësh në drejtim të përmbushjes të drejtës së tyre që sipas kushtetutës kanë në afat prej 60 ditësh për faktin se morin në konsideratë si rrethon objektive gjykata kushtetuese faktin që Kuvendi legjislatura 10 është konstituar me datë 11 shkurt, prandaj e kishte të pamundur realizimin e këtij detyrimi për ta zgjedhur presidentin brenda afatit, prandaj e dha një mundësi shtesë që ishte një solucion i mirë konform rrethonave që në një farë forme i kënaqi le të thosha të gjitha palët. Dhe për aq kohë sa ka një mundësi teorike, gjasat edhe mund të jenë mirë, po me bazë të diskursit që aktualisht mbizotron në skenën politike, në raport me këtë proces, vështirë se mund të besohet që mund të kemi një president konsensual, sepse deri në këtë kohë klasa politike ka dështuar të ofrojë një kandidat të tillë, gjë që në bindjen time natyrisht që është jashtëzakonisht shqetësuese, e që zgjedhjet po duket se do të jenë të pashmangshme, mirë po shqetësimi më i madh se sa kaq është se a do të jenë zgjedhjet edhe në rast se eventualisht bahen me këtë çështje polarizuese që ka skena politike në drejtim të sigurimit të një kandidati konsensual, sepse siç dihet për zgjedhjen e presidentit të vendit nevojiten numri 2 të 3 të votave përkatësisht 80 sosht, e që me këtë çështje pra të skenës politike bukur problematike me gjetë një të tillë. E thatë shumë bukur në fakt, do të jenë zgjedhjet. Me këtë çështje vështirë se do të mund të arrihen, sepse një subjekt politik, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, synon numër më të madh të votave së bashku me aleatët dhe mbase edhe me komunitetet jo shumicë të siguroj afër 80 vota gjë që në praktik besoj që është e pamundur, ose eventualisht e njëjta në rast se do të bie nër kushtimisht me thonë nër numrin 40 vota në mënyrë që oponenca ose pala tjetër të ketë mundësi të sigurojë një shumicë. Mirë, po kjo në bindjen time është edhe varianti i parë dhe i dytë është jo i mirë, sepse në instancë fundit presidenti i vendit duhet të dalë nga një proces konsultimesh, nga një proces diskutimi, edhe i cili për të reflektuar në raport me detyrat dhe përgjegjësitë që ka, duhet me qenë mbi palët, mbi subjektet politike dhe për ta përfaqësuar unitetin e popullit, për çka në fakt besoj që këtë mundësi e kishte, le të thosha teorike klasa politike, mirë po synimi për ta marrë njëra palë gjithë pushtetin dhe në base edhe të tjerët ndonë se nuk e kanë thënë në mënyrë shprehimore, mirë po një forme kanë lënë të nënkuptohet edhe Partia Demokratike, por edhe Lidhja Demokratike që e dëshirojnë këtë pozicion për subjektet e tyre. Besoj që kjo e bën të pamundur gjetjen e një kandidati i cili, siç e thash, do të duhet të ishte për te i palëve, për te i subjekteve politike dhe do ta ushtronte detyrën dhe përgjegjësinë konform përgjegjësive kushtetuese që i ka. Po, qartë. Zoti Bajraktari, nëse do t'i qëndrojmë analizës tuaj edhe do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, unë doja t'ju pyesja çfarë ndodh me fatin politik të zonjës Vjosa Osmani. A ka gjasa që ajo të tentojë sërish që të ketë një mandat të dytë si presidente e vendit, apo do të ketë një subjekt të saj, do të futet në garë, do të jetë rivale e kryeministrit Kurti? Si e shikon të ardhmen politike të zonjës Osmani? Nëse shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë besoj që aja pas datës 5 prill, ku në fakt edhe do ta përfundoj mandatin 5 vjeçar,
vetëm do ta identifikoj përpjekjen e saj në drejtim të aktivizimit në skenën politike, se a do të jetë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që me shumë gjas edhe mund të jetë, por besoj që shumë nuk e besojnë në fakt që mund të jetë sërish, mund të kthehet sërish tek partia MM, le të themi. Me shumë gjas, po, sepse në instancën e fundit subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës është në pozicion jashtëzakonisht të pafavorshëm me këtë konstelacion të forcave. Po është larguar me shije të hidhur apo jo? Natyrisht që po, si s'dihet ajo i ka bërë një dëm kolaterale, thosha, Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe në zgjedhjet e 2021-shit edhe tash së fundmi, por megjithatë besoj që është një moment që mund të konsiderohet si një rikuperim i këtij subjekti politik dhe një infuzion shtesë, le thosha, që të jetë e rëndësishme në skenën politike. Ky është një skenar. është njëra prej subjekteve politike më jetë gjata në skenën politike, si dihet është parti shtetformuese, dhe në këtë drejtim besoj që për afrimi vetëm sa pret kemi her pas here dalje të eksponentëve politik të Lidhjes Demokratike, të cilët në një formë ose në formë tjetër vetëm e mirëpresin rikthimin e eventual të saj. Por ajo aktualisht është e kujdesshme në drejtim të qasjes së paku në publik, sepse në instancën e fundit aktualisht është në detyrën e presidentes dhe si të tillë nuk i takon së paku deri në përfundimin e mandatit të saj, për çka unë besoj që aktivizimi i saj në skenën politike vetëm do ta aktivizojë dhe do ta elektrizojë edhe më tepër skenën politike, sepse besoj që do të jetë njëra prej oponentëve bukur me peshë në raport me zotin Kurti. Qartë. Zoti Bayraktari, kur se kisha menduar që do të kemi kaq shumë zgjedhje në kaq pak kohë? Po përtej kësaj, çfarë do të mendojnë për ne ndërkombëtarët? Natyrisht besoj që është papjekuri, është dështim skenës politike për ta kuptuar dhe për të reflektuar në raport me kompromisin dhe konsensusin si pjesë të domosdoshme të demokracisë, sepse në instancën e fundit thelbi dhe postulati kryesor i demokracisë janë pikërisht kompromiset dhe konsensusi. Klasa jonë politike po dështon për të reflektuar në raport me këto, por besoj që më në fund do të mund të reflektojnë, sepse në instancën e fundit një qasje e tillë nuk i konvenon askujt, përveç ndje se paksa me gjendje gripoze, por përveç kam përshtypjen se zotit Kurti, i cili mund ta shfrytëzoj këtë situatë për të reflektuar në raport me ato që ka marrë, me zotimet që ka marrë me theks veçantë në raport me marrëveshjen e Ohrit. Edhe besoj që kjo është tentativa për ta zvaritur para sa është të mundur një gjë të tillë. Zoti Bayraktari, në një farë mënyrë e zauruan disa prej tezave nëse do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë shpresoj shumë që në fakt të ketë dialog edhe konsensus në klasën politike për gjetur një president të ri në këtë afat që ka përcaktuar gjykata kushtetuese. Dhe në këtë prizëm doja që të bashkëbisedoja me ju për të kuptuar diçka më mirë për atë që ndodhi gjatë negociatave të shkuara, por edhe për atë që pritet të ndodhë. Së pari, kanë qenë në gjykimin tënd të sinqerta negociatat e shkuara midis vetëvendosjes si majorancë, le themi, dhe partive opozitare, apo kanë qenë krejtësisht fiktive për t'i lënë topin njëra tjetrës? Besoj që ardhmja afër do ta tregoj më shumë këtë gjë, sepse kemi pa disa indikacione të zonës Osmane, cila i ka shpërfaqur në një farë forme këto që ka pas propaskena në raport me këto çështje, mirë po, siç e thash deri me datë 5 prill ajo po vazhdon me qenë rezervume, dhe unë besoj që prapa tyre ka pas nuanca hileje me theks veçantë të zotit Kurti, sepse është ai i cili në bindimin nuk ka dashur dhe nuk don të ketë një president, sepse në instancën e fundit e dën një të tillë siç është zoti Konjufca, se i cili natyrisht është në funksion të tij në plotni. Por megjithatë e ardhmja do ta tregoj. Po patjetër që po. Zoti Bayraktari, besoj që më shpejt e ardhmja po ashtu do të shfrytëzohet si një mjet
përmes të cilët palët do të mundohen të afajsojnë njëra tjetrën se për me fajin e kuj vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Më shpjegon pak, të lutem, a qëndron alibia e Kurtit se një prej subjekteve politike opozitare ka kërkuar që të sugjeroj një president pa emër. Nëse referohemi konferencës kryeministrit Kurti me njëherë pas dekretit presidentes, a i tha, unë nuk mund bie dakord për dikë që nuk i di emrin, edhe statuti i vetëvendosjes më ndalon diçka të tillë. Është thjesht alibia apo qëndron vërtet kështu, siç thot Kurti, në gjykimin tënd? Po natyrisht në bindjen time para së gjitha qëndron është alibi sepse në instancën e fundit paraqitja e një emri nga kujt do të qoftë, nga cila do të qoftë parti, qoftë Partia Demokratike, qoftë Lidhja Demokratike. Dhe për atë shkosa lëvizja vendosje do të mund ta paraqiste një kandidaturë siç është për shembull zoti Konjufca, atëherë do të ishte një kandidaturë fiktive e opozitës, sepse në instancën e fundit rastiu në rondin e parë dhe të dytë, në rondin e tretë vetëm do të dihej se kush do të merrte votat. Prandaj çështja besoj ka qenë korrekte subjekteve politike opozitare, sepse në instancën e fundit do në marrëveshje. Në rast se do në marrëveshje, kjo është kushti dhe ecim tutje. Në kundërtën natyrisht që s'mund të zgjedhet një president ose s'mund të qitet një kandidaturë e cila a priori do të duhej me i pas parasysh faktin që nuk ka mundësi me u bë president përkatësisht me i siguru vota. Në parim, i takon majorancës të tëriqet, pra t'i lë opozitës të zgjedh presidentin apo anasjelltas? Kujt i takon ta zgjedh? Kujt i takon që ta vendosi, le të themi, atë pikën mbi i? Pikën mbi i para së gjitha në radhë të parë i takon subjektit politik fitues të zgjedhjeve, sepse aja ka për detyrim të hap rrugë dhe të gjej konsensus, të gjej kompromis dhe të gjej një kandidat i cili do t'i marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur president. Kundërtën natyrisht që vendi duhet të shkojë në zgjedhje dhe besoj që barën kryesore të përgjithësisë e ka pikërisht subjekti fitues, sepse nuk ka arrit me ndërtu kompromis, nuk ka arrit me ndërtu konsensus të nevojshëm për mi dhënë vendit një president. Qartë. Avokat, falenderoj shumë edhe të uroj të shkuara. Faleminderit që edhe në kushte gripale zgjodhe që të bashkëbisedosh në Euronews. Të shkuara. Kënaqësi, faleminderit. Gjithashtu. Shkëputemi, rikthehemi për pak, flasim për zhvillimet në botë, natyrisht lindja e mesme.